Kredi i ri që ka dhënë sektori bankar gjatë muajit mars të këtij viti fiksohet në 36 miliard lekë, tregojnë të dhënat më të fundit nga Banka e Shqipërisë. Krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë kur kreditë e reja fiksoheshin në 30 miliard lekë, rritja vlerësohet pranë 20% ose me rreth 6 miliard më shumë. Nga ana tjetër, krahasuar me muajt mars të viteve të mëparshme, shifrat sinjalizojnë se këtë vit kjo vlerë shënon në rekord të padiskutueshëm dhe me një diferencë të ndjeshme. Ajo që vjet e ri nga të dhënat është fakti se ndikimin më të madh në rritjen e kredisë së re për muajin mars e ka dhënë sektori privat, ndryshe nga shifrat e muajit shkurt të po të njëjtit vit. Huaji i re për sektorin privat fiksohet pranë 25.4 miliard lekëve, nga 20 miliard që ishte gjatë marsit të vitit kaluar. Rritja fiksohet pranë 27%. Vlen të theksojmë se krahasuar me të njëjtin muaj të viteve të mëparshme, marsi i këtij viti është ndjeshëm më i lartë. Sa i përket individëve, ndërkohë kredi e re në mars të këtij viti ka vlerën më të lartë ndonjëherë prej 10.4 miliard lekëve nga 9.9 miliard lekë që ishte kjo shifër në të njëjtën periudhë të një viti më parë. Rritja për këtë tregues fiksohet në rreth 5%. Nëse analizojmë të dhënat që nga viti 2016, shohim se marsi i vitit aktual regjistron rekord. Ndërkohë, nëse i referohemi kredisë së re për individ për blerë banese, përballemi me një rënje prej 3.4% krahasuar me marsin e vitit 2024. Shifra flet për një vlerë që prek 5.3 miliard lekë, nga 5.48 miliard lekë që ishte një vit më parë. Nga ana tjetër, ekonomia shqiptare ka përjetuar një rritje të ndjeshme të totalit të kredisë, duke reflektuar një zhvillim të qëndrueshëm dhe një besim të shtuar në sektorin financiar. Sipas të dhënave të fundit nga Banka e Shqipërisë, portofoli i kredisë për ekonominë ka arritur në 865 miliard lekë në mars, me një rritje prej 17.5%.